të vinë debat televiziv, qoftë dhe për një temë të vetme, të dalim debat për integrimin evropian, të vi. Integrimi I tij evropian është piramid madhore mashtrimi. Miliardat e tij janë të njëjta me ato të nafs shpiragut. Ju e mani mend. E mani mend që ju thash shqiptarëve tani tha do vërshojnë miliarda. Shumë miliarda. Dhe pensionet do shkojnë këtu, ato do bënodhin to, do bëhen ato, dhe kush e shteroi naftën e shpiragut? Mashtrimet e Edi Ramës. Se kompania nuk ishte folë një fjalë. Kompania më serioze, në më serioze të botës, kishte thënë një fjalë. Dhe ky mashtronte. Po, del me pasaport ky. Po prit. Çfarë ofron shqiptarëve? U ofron integrimin evropian me emigracion, largimin nga Shqipëria dhe integrimin në Europë të tyre. Kurse Shqipëria, protektorat, krimi, droge edhe hajnie. Është bëj famshëm Prishti, se të vërtetat nuk ka gjë në botë. Të vërtetat nuk I fshehin dot as thellësitë e oqeaneve, as bërthame e tokës, as dhe galaksit. Kudo që t'jenë ato, do të dalin dhe shqiptarë do marrin vesh, doradorës, se si po dalin ato, vrullshëm, po merret vesh, se njeriu I cili paraqitet në përsamite me atletët bardha herë të kuqe, herë si sportist dhe herë si piktor, zhgarravic, është I shpirt keq, diktator, që nuk respekton asnjë parim, asnjë normë, dhe që ulet me shishe sa 210 pensione në një vakt, ata 210 I marrin për një muaj, udhëton me avion 2 vjet, $21 milion apo 130.000 pensione, vetëm me avion, vetëm fluturim, I shpenzon, merr, thuja, kopshtin e Edenit, 5 milion euro, 31.000 pensione, dhe hypes bërshkalt mbi 31 shqiptarë që marrin pension me cilin su shqehen do dhe pastaj thot ata që flasin për pensione aq e kaq, mashtrues dhe I pa shpirt. Pensionet do t'i rrisim siç kemi parashikuar. Pensioni nuk do ketë në Shqipëri pension ndën 200 euro. I pjeshëm I plot çfarë do qoftë ai. Në fshat, në qytet, kudo që t'jetë. Dhe sot, nën 200 euro janë 2/3 e pensionistëve shqiptarë. 57% e pensioneve, po ati nuk janë ndjenë, nuk ja kërcet, se ai ka vetëm hallin e sarajeve të tij dhe të pasurive të tij. 57% e pensioneve marrin pension të pjesëshëm dhe jo të plot. Pra marrin më pak se 165 euro, se I pjesëshëm. Kështu që ky njeri është I shkputur nga realiteti, është futur në një realitet zoologjik dhe idilik. Me lul bravën. Zoologjik, me hardhuca, me zhapi, me reptil. Ndaj dhe kjo është, edhe njëherë I them, I bëj thirrje mediave, monologet e tij I hedhin në kosh nëse ai nuk pranon konferencat me gazetarë. Imagjinoni, të dashur qytetar, çfarë bën ai?
do t'ja u them këte. A i urdhëron mediat e tij që mos thonë asnjë fjalë për programet, konferencat e mia për programet. Vetëm e vetëm që ta dominoj hapësirën mediatike me marrëzitë e tij, banalitetet e pa skrupullta, me reptil. Dhe më në fund me lul bravën. Pra, në momentet më serioze për një kombë që janë fushatat elektorale që duhet të mësojnë se çfarë do bëjnë forcat politike për 4 vite, ai servir hardhuz dhe bërtkoca dhe thash dhe njërë mos ja themi më emrin, talje me te, mashtrime, gënjeshtra, por 11 maj po vjen, shqiptarët e kanë marrë, do i presin biletën. Mirupafshim.